Mirëmbrëma të gjithëve. Dëgjoni me kujdes lajmet e fundit për sa i përket objektit të çuditshëm që po i afrohet tokës, i quajtur 3i Atlas. E di që për dikë, ndoshta këto janë fantazi, për të tjerë janë vetëm shpikje të amerikanëve, por dëgjojeni deri në fund dhe do të dëshiroj një komentin tuaj. ABC parëmbrëm ka bërë një special vetëm për këtë dhe ka ftuar si gjithmonë shkencëtarin atë fizikanti që kemi folur, Avi Loeb. Si e shifni, ai është i bindur që ky objekt është jashtëtoksor. Bile NASA ka filmuar më afër, pra ka fotografuar këtë lloj objekti, që do t'ja u tregoj pas pak, ka një formë të stërgjatur dhe ka ndodhur dhe disa anomali të tjera që do t'ja u tregoj pas pak. Fotoja që ka nxjerr NASA e ka nxjerr edhe Japonia. Pra 3i Atlas po i afrohet dhe në dhjetor do ta shohim. Kjo është fotografia që ka bërë NASA, ndërsa kjo fotografia që ka bërë Japonia. Pra japonezët janë të bindur, i kanë dhënë dhe një forum, që ky lloj objekti është jashtëtoksor. Por prisni se nuk mbaron këtu. Kanë kapur një sinjal që duket si sinjali i koduar të Fibonacci-t, 13.8.5.13.8. Dhe në një frekuencë 1420 Hz. Tani, këtë sinjal e ka kapur SETI, që është një nga organizatat më të famshme dhe më të themi të fortat për sa i përket sinjaleve jashtëtoksore. Dhe ky lloj sinjali, si flitet, tani po verifikohet, pra nuk po e thon publikisht, por un kam disa pyetje, sepse do t'ju them dhe të fundit tani që pastaj le ta diskutojmë. Në këtë objekt, pra siç po shihni këtë objekt, në 3 vende të ndryshme kanë parë që objekti ka lëshuar 7 objekte të tjera më të vogla, që për dikë këto janë anije kozmike. E di që dikush nga ju tani do fillojë të qesh. Pra nga objekti, siç e shihni këtu, kjo është e bërë me një lloj programi dhe kjo është fotoja origjinale, kanë dalë, si mund të quhet, 7 objekte të tjera jashti, që për disa, pra për konspiracionistët, janë objekte të pa identifikuara. Po unë do t'i them për sinjalin. E kam shkruar këtu, prisni pak, sepse sinjali i Fibonacci-t, ai që ju thash tani, që është 13.8.5.13.8 në frekuencën 1400 Hz, do të thotë, pra ata që e kanë deshifruar, disa studiues autonom, që e kanë marrë nga SETI, sepse aty e kanë deshifruar, dhe dikush prej jush padyshim është ekspert dhe mund ta njohë këtë. Pra, siç ju thash, ata thonë që është një kodifikim që i kanë bërë, observer, që do të thotë vëzhgim, prepar, që do të thotë përgatitje, dhe tjetra është understand, pra të kuptohet, ose kuptimi, dhe e fundit the gates, nuk shikoj do të pasyze, më falni, the gates awaits, që do të thotë porta pret, ose porta ju pret, ose porta pret. Pra, në 4 kode të ndryshme do të thotë vëzhgim, përgatitje, kuptim dhe porta që pret, ose porta që hapet, ose porta që futet, ose porta që pritet. Pra, në një deshifrim të disa studiuesve, mendohet që këta vërtet janë sinjale të një civilizimi tjetër. Megjithatë, ne do ta shohim në dhjetor, padyshim, por pyetja ime më e rëndësishme është kjo. Në qoftë se e gjitha kjo është e shpikur, si mund të themi, nga këta zotërinj, ose nga kush e përgatit. Pyetja ime është, pse duhet të shpikin një gjë të tillë? Pra, pse duhet të thonë që po vjen një objekt jashtëtoksor, po afrohet në planetin Tokë dhe do të ndodh diçka. Pra, pse po e thonë? Në qoftë se mbani mend, unë e kam filluar që në vitin 2019 ku kemi folur për Pentagonin, që flitej që do të bëhen shumë ndryshime, sepse mundet që të ketë ndryshime të mëdha nga disa qenie. Bile para një viti kemi folur edhe për një grup brenda Pentagonit që thonë që Anunnakët janë kthyer, ose ka zëra që Anunnakët gjenden këtu, ose disa të tjerë thonë që Anunnakët po vinë. Pra, çfarë do të thotë e gjithë kjo, se për mendimin tuaj, çfarë është e gjithë kjo? Pra, ju mendoni që me të vërtet
këta janë jashtëtoksor, si për shembull thotë edhe Japonia, ose ju mendoni që në qoftë se nuk janë jashtëtoksor, këta e bëjnë kot më kot, pra thjesht për të humbur gjurmët nga diçka tjetër çfarë? Pra kjo është pyetja. Dhe si është e mundur që ABC të bëjë një special vetëm për këtë? Pra të gjithë po përgatiten, ka shumë njerëz, edhe ndoshta ju nuk e dini, por ka shumë njerëz po përgatiten sepse thonë po vinë alienët dhe do ikim me alienët. Ose disa thonë që do bëhet ndryshim i madh. Ç'është e vërteta? Ndryshimi, për mendimin tim, po vjen. Dhe ne duhet që të përgatitim, sepse tej këtyre teorive konspirative, ndryshimi vjen, siç e kam thënë dhe herë të tjera, sepse nëse kalon diçka në atmosferë, jashtë atmosfere, shpërbëhet atmosfera ose evoluon atmosfera, evoluojmë dhe ne. Dhe kështu që ne duhet të përgatitemi, qoftë fizikisht, por qoftë edhe psikologjikisht. Kështu që unë po bëhem gati dhe tani me qenë se erdhi dhe Ania, po iki. Hajde. Natën e mirë.